Bota sot po e shënon ditën ndërkombëtare për luftën kundër keqpërdorimit të punës së fëmijëve. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, në botë 152 milion fëmijë në vend që të shkojnë në shkollë janë të detyruar që të shkojnë në punë. Sipas Dragis Mianas, drejtori i ambasadës së parë për fëmijë në botë Megjashi, në Maqedoni nuk ka të dhëna zyrtare për fëmijë që janë viktime keqpërdorimit të prindërve e që detyrohen të punojnë. Македонија нема уште официјални податоци, иако ние излегуваме многу често дека 18.500 деца не се вклучени во образованието, а се деца кои се жртви на злоупотреба на детскиот труд. Megjashi vazhdimisht i shënon nevojat e fëmijëve, përgatit raport dhe i dërgon deri te Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve. Por pastaj shteti është përgjegjës për të zgjidhur këtë problem, dhe vetëm ai e askush tjetër nuk mund që të ndihmojë, tha Zmianac. Но проблемот е што државата не ги почитува и тие препораки и не ги санкционира на исполнувањето на препораките и ние немаме механизми како да ја санкционираме државата која потпишала, ратификувала Конвенција за правата на детето. Sipas Megjashit, për çdo ditë nga 2000 fëmijë janë të detyruar që të dalin në rrugë dhe të lypin, dhe aq janë pa certifikat të lindjes. Zgjidhja e vetme sipas Zmianac është që fëmijët të vendosen në sistem dhe në kohë që të përfshihen në procesat arsimore. Децата и родителите се соочуваат не само со сиромаштијата, него и со неписменоста, односно не се вклучуваат на време во училиште и при тоа се жртви на злоупотреба на детскиот труд од страна на сопствените родители принудно и од страна на организирани групи. Në kohë të fundit në sos telefonin e Megjashit, prindërit më së shumti paraqiten për varfërinë e fëmijëve. Procedurat e ndarjes martësore si dhe dhunës në mes gjeneratave në shkolla.